Në vazhdim të ajeteve që tregojnë për historinë e pronarit të dy kopshteve, thot Allahu madhëruar: "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada." Që do të thot, ai u fut në kopshtin e tij, duke qenë zullumçar i vetes së tij dhe i padrejt ndaj saj, dhe tha: "Unë nuk mendoj që kjo mirësi në të cilën ndodhem do të zhduket prej meje ndonjëherë." Thonë komentues të Kuranit se ky mohues, pasi që u mburr përpara besimtarit me pozitën e tij, me pasurinë e tij, deshi t'i tregoj atij realisht se çfarë ai posedon prej këtyre mirësive, dhe ky ishte shkaku sepse ai u fut bashkë me të në kopshtin e tij me plot mburrje dhe me plot mendimadhësi. Dhe thot Allahu madhëruar, ai u fut në kopshtin e tij. Thonë komentues të Kuranit, Allahu madhëruar do të na tregoj se si i jepet mushrikut shpërblimi i përshpejtuar i kësaj bote për ta ndaluar atë nga shpërblimi i ahiretit. Sepse fjala xhenet për kopshtin përdoret edhe për kopshtet e dynjas, por edhe për kopshtin e ahiretit, dhe që është xheneti. Dhe kur thot ne i dham, pra ai u fut në kopshtin e tij, do të thot mori shpërblimin e tij të dynjas për të penguar prej tij shpërblimi i ahiretit, sikur se ndodh me mohuesit në përgjithësi. Dhe thot Allahu madhëruar në Kur'an: "Men kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Që do të thot, kushdo që dëshiron shpërblimin e përshpejtuar të dynjas, ne ja japim atë atij aq sa duam dhe kujt të duam, pastaj i japim atij për shpërblim xhehenemin në botën tjetër, në cilin do të futet i nënçmuar dhe larg mëshirës së Allahut madhëruar. Kjo është e para. E dyta, ai që vije të re nga ajetet është se thot Allahu madhëruar, ai u fut në kopshtin e tij duke qenë zullumçar dhe i padrejt ndaj vetes së tij. Dhe kjo na tregon se mushriku dhe mohuesi me veprimin e tij nuk e dëmton Allahun e madhëruar dhe as i pakson atij pushtetin, por se ai me veprimet e tij dëmton veten e tij, sepse i bëhet detyrë dënimi që do i jap Allahu madhëruar në ahiret. Dhe kështu ai është zullumçar ndaj vetes së tij, sepse çdo kush e ka amanet veten e tij ta çojë atë drejt shpëtimit dhe jo drejt shkatërimit, dhe kush bën të kundërtën, atëherë është bërë edhe zullumçar ndaj vetes së tij, edhe tradhtar ndaj saj, siç thot Allahu madhëruar në rastet e tjera të ngjashme: "Wa ma zalamuna walakin anfusuhum kanu yadhlimun." Ata me veprimet e tyre nuk na bën padrejtësi neve, por realisht ata u bën padrejtësi veteve të tyre. Kjo është e dyta. E treta, ai që bie në sy dhe vije të re nga ajeti është dhe shpresat e gjata të mushrikëve dhe të mohuesve, kur thot ky mohues: "Unë nuk mendoj se kjo mirësi në cilën ndodhem do të zhduket prej meje ndonjëherë." Kështu ndodh realisht ose në mënyrë të vazhdueshme me mohuesit. Ata kur shohin mirësitë e Allahut madhëruar duke u ardhur dhe duke i shijuar ato, hutohen mas tyre derisa përgjigjëstrojnë edhe logjikën, sepse realisht asnjë mirësi prej mirësive të dynjas nuk është e përhershme. Mirësitë e dynjas ndryshojnë dhe dynja ndryshon nga gjendje në një gjendje tjetër dhe asnjëherë nuk ka qëndrueshmëri. Mirëpo mushriku dhe mohuesi hutohet pas këtyre mirësive dhe arrin në një gjendje sa mohon edhe logjikën e robit për të zhytur akoma më shumë në shkatërimin e tij ose në ato gjëra që do të çojnë në shkatërimin e tij.